Përshëndetje miqve, se vini të Olti Curi TV në YouTube. Në sfond dëgjoni që po ndjek emisionin Big Talk dhe shoh shumë të ftuar që i njoh personalisht. Ariola Demiri sot, është Floriana Lili, është Anita Aradinaj që ka punuar te Bigu i Kosovës dhe Geraldina Rexhepi. Okej, faleminderit. Për të folur sot pikërisht për një gjë që më ka bërë shumë përshtypje, pikërisht për Bigun e Kosovës, ku regjia i flet banorëve si në asnjë format tjetër. Dëgjojeni. A je më normal? Kujdes me qatë fletë, Florian. Me qka? Qka më fletë? U thash gjoku s'ka të banë me lodhje. Çfarë po ndodh kështu? Çfarë po ndodh kështu? A është normale kjo? A është normale një gjë e tillë? Unë mendoj që jo, dhe ndërkohë nga ana tjetër, Faria mbeti në Big Brother, është nëna e Benitës. Për këtë do flasim sot. Ka një shkak. Okej, formula e Big Brotherit tashmë është shumë e njohur. Shqiptarët mendojnë se e njohin shumë mirë formulën e Big Brother VIP, me njerëz të thjeshtë që është bërë 10 vjet në Top Channel, janë bërë formula të ngjashme, It's My Home apo VIP Shtëpia, dhe më në fund erdhi Big Brother VIP në Shqipëri në fillim dhe menjëherë më pas në Kosovë. Shqiptarët janë të bindur se e njohin formulën e Big Brotherit, por kam përshtypjen se nuk njohin faktin që aty ka një bibël. Produksioni, ata të cilët e kanë themeluar këtë formulë, ata të cilët e kanë bërë këtë formulë, kompania që ka tashmë të drejtat, pas se Ndemolit e ka marrë një kompani tjetër, kanë bërë dhe ndjekin pikërisht atë që kanë shpikur të parët. Produksioni që në fillim ka bërë Biblën për ta respektuar atë, pa respektohet gjithmonë. Dhe një nga pikat më të forta të Biblës së Big Brotherit është që banorët duke qenë në kushte izolimi janë dhe një në kushtet e presioni psikologjik të jashtëzakonshëm. Pikërisht për këtë duhet që ata të qëndrojnë të izoluar. Të qëndrojnë të izoluar jo vetëm nga prurjet apo nga ardhjet apo nga lajmet, por dhe nga timbrat e zërave që ato dëgjojnë. Pikërisht për këtë është zgjedhur zëri vllait madh. Por kjo gjë ka ndryshuar sepse duhet ishte vetëm zëri vllait madh që komunikonte me banorët. Her pas here komunikojnë sipas turnit, meshkuj, femra, varet si qëllon turni i punës në dhomën e rrëfimit. Dhe her pas here është ai zëri incizuar, kujdes mikrofonin njëri, kujdes tjetri. Por tashmë duket se rregullat janë thyer dhe kjo ndodhi në Bigun e Kosovës, kur nga regjia jo vetëm që të riqet vëmendja për mikrofonin, por gati bisedohet me një banor. Kjo nuk është e drejtë. Kjo nuk është e drejtë sipas Biblës së Big Brotherit, sepse banorët janë të izoluar dhe hyrja e një zëri të huaj është tronditse për ata. Aq më shumë kur ai zë nuk është fragmentar, pra diçka e shkurtër, por flet dhe sqarohet siç ndodhi me rastin e Klodit me një zë që vinte nga lart nga regjia. Kjo është pika e parë për cilën doja të flisja sot në takimin e radhës në YouTube në Olti Curi TV. Por çfarë ka ndodhur tjetër? Ka ndodhur tjetër ajo që unë shikoj sa herë që shikoj Bigun e Kosovës, shikoj Leonora Jakupin opinioniste, Olta Gixharin, Alaudinin prezantues, Jonida Vokshin prezantuese dhe Farien. Po Faria, kush është Faria? Pse shikoj Farien më shumë se sa hygertën aty brenda? Më shumë ka qëndruar Faria brenda shtëpisë së Big Brotherit, se sa kanë qëndruar banorë të tjerë që duhet qëndronin aty si fjolla morina. Pse? Kush është Faria? Ha më kujtonin që kush është Faria. 1, 2, 3. Faria është nëna e Benitës. Çfarë po ndodh në rrjet? Është tërbuar rrjeti, sepse nëna e Benitës minimumi deri tani ka hyrë të paktën ja 3 herë. Ka hyrë për motive surprize, ka hyrë për motive çfarë duhet bësh në lojë, ka hyrë për motive duhet pish cigare apo s'duhet pish cigare, dhe herët e fundit ndodhi ajo që ndodhi, ajo kishte një porosi. Po, nëna e Benitës, zonja Farie, ka hyrë në Big Brother për të sjellë porosi. Jo, ajo nuk shpërndan pice. Jo, nuk shpërndan as pica, as pite. Jo, nuk ka sjell as fli. Ajo nuk ka sjell as lule. Zonja Farie, imagjinoni pak, ka marrë dhe ka pushtetin të hyjë në Big Brother sa herë ti ketë qefi, dhe kësa radhe solli qenin, solli Belan. Pa.
ne pam gjys ore emision dedikuar qenit të Benitës. Tani ma thoni pak, ku është gjithë ky pushtet i Benitës? Çfarë ka Benita në trupin e saj që e ka kaq të pushtetshëm në trurin e saj ndoshta, duhet thënë, që një fjalë e saj në dhomën e rrëfimeve dhe vjen mamaja. Duket sikur jemi në një shkollë private ku shkon fëmia tek drejtori e thot më dhe mbarku, drejtori e ka për detyrë nga kontratat, lajmëroi prindërin dhe vjen nëna aty. Vjen orën e parë, orën e dytë, pushim të madh, pushim të vogël, deri në fund fare sa e merr vajzën. Por nëna e Benitës nuk po e merr Benitën, vetëm sa ajo po vjen dhe po ndërhyn në lojën e vajzës. Kjo më duket e padrejtë. Pikërisht për këtë kanë komentuar edhe ndjekësit e Big Brother VIP Kosovën nga të katër anët ku postohet për Bigun e Kosovës. Jo vetëm tek Olti Curi, jo vetëm tek kryefjala.com portali, por edhe në vende të tjera ka komente pikërisht për këtë. Sidomos nga hyrja e fundit, ajo gati u kthye në një meme të madhe. Çfarë bën zonja Farie brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës? Një javë po, një javë jo. Madje është edhe një batutë e bukur në TikTok, shumë e famshme dhe mos qoftë e bukur, që thotë më falni zonja Naile, çfarë jeni duke bërë? Duket se batuta e re e kësaj vere do tjetë. Më falni zonja Farie, çfarë jeni duke bërë akoma brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova? Ç'është gjithë ky pushtet i madh i Farijes dhe Benitës që lejon që të hyjë në shtëpinë e Big Brother sa herë që ajo të ketë dëshirë, edhe për mesazhe më të vogël. Ndërkohë që nuk ka hyrë në një familjar që ty disa herë familjarët e Klodit, ose të Londrimit, ose të Hygertës, apo më kapni një tjetër, Ludos, apo hajde flasim për një emër tjetër aty brenda, kush mbeti? Okej, Dolces i kanë hyrë vllai, Mbesa e gjëra tilla si këto, po ka banor të cilët nuk kanë bërë ende dhe nuk kanë marrë ende një surprizë apo një takim nga familjarët e tyre, ndërkohë që Benita është në takimin e 3 dhe pret takimin e 4 ende pa dalë nga shtëpia. Ka zëra në komente që thonë se Benita kërcënon, Benita shkon tek dhoma e rrëfimit dhe kërcënon me dalje nga shtëpia, por kërcënon në një moment që produksionit ju donte shumë Benita, sepse Benita mbrëm bëri rolin e xhelozes, pra se kur hyri midis Albës edhe Limit, ose të paktën Alba ndoqi këtë skenar dhe prania e Benitës në këtë lojë ishte shumë e rëndësishme si aktore bashkëkryesore midis Limit dhe Albës. Kështu që kur është bërë propozimi ndoshta në produksion që ti Benita do hiqesh sikur ke hyrë dhe apo tenton të hysh midis Limit dhe Albës, ajo ka thënë, "Okej, jam gati ta bëj këtë rol, por shpërblimi im cili është? Shpërblimi yt do jetë që do të sjellim mamin, do të sjellim dhe qenin." Dhe po shikojmë sot gjatë gjithë ditës Benitën që luan me qenin. Madje Benita është afruar shumë me Klodin gjatë ditës sotme, sot që po flasim është ditë e shtunë, dhe është afruar aq shumë sepse shkaku është qeni. Me sa duket është qeni Bella shkesi apo mësiti për një lidhje midis Benitës dhe Klodit.